Shenjat e sëmundjes së zemrës. 1. Konflikti dhe hipokrizia në fjalime dhe vendimarrje. E kur takojnë ata që besuan, thonë, ne kemi besuar, por kur veçohen me djajt e vet, u thonë, ne jemi me ju, ne vetëm jemi tallur me besimtarët. 2. Mohimi pas besimit. Nga se ata besuan e pastaj mohuan, andaj zemrat e tyre u mbyllën dhe ata nuk kuptojnë. 3. Përgënjeshtrimi së vërtetës pas ardhjes së saj. Dhe rikujto, kur Musa i popullit të vet i tha, o populli im, pse më shqetësoni, kur e dini se me të vërtet, unë jam i dërguar i Allahut tek ju. E kur ata u shmangën nga e vërteta, Allahu i largoi zemrat e tyre, pse Allahu nuk e vën